Simptomat janë subjektive, sepse jo gjithmonë korrelon matja e vlerave të larta të presionit arterial me angesat që një individ ka. Mund të jetë dhimbje koke, mund të jetë palpitacione, mund të jetë një shtrëngim i lehtë në gjoks, mund të jetë një dobësi e përgjithshme, mund të ketë errësim të syve, por jo gjithmonë kjo shkon paralelisht. Atëherë çfarë duhet të bëjë një individ kur duhet ai të kujdeset që nëse ka ose jo hipertension? Kjo është mjaft e thjeshtë sepse me një matje rutinë, qoftë edhe në familje, ai mund ta konstatojë nëse e ka ose nuk e ka. Ajo që doja unë të ndalesha është që hipertensioni ose matja e tensionit nuk është e thënë që duhet bëhet në moshat e rritura ose vetëm në moshat adulte. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ne e gjejmë hipertensionin edhe në fëmijët, edhe në moshat para adoleshent. Dhe ato kanë konstatuar që janë 13% e adoleshentëve që mund të kenë hipertension.